199.000 euro është vlera e kësoj banese prej 92.7 m2 e me fletë poseduse në një lokacion premium e objekti është vetëm 6 kat e buz rrugës pranë komunës së Prishtinës. Kjo banesa që tash po e prezentojmë është banesë e re, fare pak e banuar nga vetë pronari e si të tillë ne edhe e shesim. Ka një organizim shumë të mirë, pjesa e qëndrimit ditor është e veçuar nga pjesa e kuzhinës me tryezari. Shehni se çfarë ulësh të bukura janë të vendosur. Dyshemen e kemi parket, nxemjen e kemi në dysheme. Televizori është 65 inç, ndërsa tash po futemi në pjesën e kuzhinës. Kuzhina është në formën e lepunune, mjaft e bukur, i ka gjitha pajisjet elektrike, këtu e kemi tryezarinë për 6 persona, e qasje në balkon kemi edhe nga kuzhina, por edhe nga qëndrimi ditor. Është mundësi ideale për një familje 6 anëtarëshe me jetu në këtë zonë të bukur të qytetit të Prishtinës. Tash po e prezentojmë dhomën e çiftit. Është me shtrat dopjo, dollapi është i vendosur në muri, pjesa e grimit dhe dritaret janë të gjata deri poshtë, mënyrë që dhoma me pas ndriçim të mjaftueshëm. Tash po shkojmë ta shohim edhe dhomën e dytë. E kjo këto është dhoma e dytë e gjumit. Edhe dhoma e dytë e gjumit mund ta zën një shtret dopjo, por mund t'i zën edhe dy nisha. Dollapin e kemi të vendosur në këtë pjesën e murit këtu, dhe po ashtu edhe kjo e ka dritare të gjata deri poshtë. Përveç këtyre dy dhomave të gjumit, këtu e kemi WC-n, e kjo është banjo kryesore. E veçantë është që e kemi me dritare. E në objektet e reja, banjot me dritare janë shumë të ralla. Përveç ato që janë ndërtimi vjetër. Ndërsa lavatrishën e kemi vendos jashtë banjës. Është kjo pjesa këtu që është si një lloj shpajzi, e si duket pamja nga jashtë prej balkonit, ta shkojmë e shohim. Kjo është pamja nga balkoni. Shehni edhe objektet e tjera përballë që i kemi janë shumë cilësore. Ky objekti këtu është i vetëm i veçuar, është me fletë poseduse, ka fasadë të njëjtë me tulla belge, i pajisur me fletë poseduse. Objekt vetëm 6 kat. E staj për këtë lokacionit ne ua ritheksojmë. Komunën e kemi në hyrje të rrugës Andej, dhe në përfundim të rrugës e kemi qendrën tregtare Minimax. Është mundësi ideale për çdo lloj kategorie të biznesit. Nëse e përdorni për biznes, është mundësi shumë e mirë që këtë banesë me qira mujore ju mund ta lshoni deri në 600 euro. Nëse e përdor për Airbnb ose Booking, qiraja mund të shkoj edhe për mbi 1000 euro. Është lokacioni më i mirë i kësaj zone. Qasin e keni shumë të lehtë, e objekti është shumë i bukur. Sa i përket banesës, juve që pat me fletë poseduse dhe mund ta përdorni edhe për hipotekë në rast se dëshironi në lehtësim në financim. E qiraja ua pagun edhe këstin. Detaje shtesë nga kjo banesë është që derën e hymjes e kemi të blinduar nga brendi Dier. Këtu i kemi dollapin për vendosjen e këpucave. Dyshemeja është e punuar me parket. Nxemjen qendrore e kemi me vajland, brend gjerman, e të punuar si që tregum në dysheme. Pllakat i kemi shumë të bukura. Pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme është që banesa është në katin e tretë, i kemi vetëm 4 banesa në kat, që do të thotë që ka shumë qetësi. Ti edhe 3 kujshi tjerë i bjen me banu në të njëjtin kat. Ashensorin e kemi nga brendi Kleman, gjerman. Objekti është i ndërtuar me shumë përkushtim nga kompania MC Construction.
i finalizuar me tulla nga jashtë edhe i pranuar teknikisht e me fletë poseduese. Roletat i ki hapen mbyllën në mënyrë elektrike, dritaret i kemi me 3 gjama e 4 stinor. E detaje shtesë ua tregojmë edhe kur takohemi.